Shikues të nderuar, jeni me gjurmët. Ka momente në histori kur skandalet nuk janë thjesht lajme, por janë pasqyra ku shoqëria jonë mund të sheh veten lakurriç në të gjitha dimensionet e saj. Dosjet e fundit të dalë nga rasti Epstein nuk janë thjesht dokumente, emra ose thjesht akuza, janë një dritare që hapet mbi një pyetje shumë më të thellë. Çfarë i bën pushteti njeriut kur nuk ka më kufi? Ne nuk jemi këtu për të numëruar skandale apo për të parë se kush më shumë se tjetri e ka fajin, por për të kuptuar sadopak mekanizmat. Ajo që po shohim nuk është thjesht një devijim individual, është një sistem, një rrjet pushteti ku parat, fama, ndikimi edhe heshtja ndërthuren deri në një pikë ku krimi nuk shihet më si krim, por shihet si privilegj. Çfarë ndodh me njeriun kur i ka provuar të gjitha, kur pasuria nuk e emocionon më, kur fama nuk e ngop më dhe kur pushteti nuk ka më rezistencë përballë tij. Sociologjia na mëson se në këto momente ndodh diçka, një fazë rrezikshme që thuhet çnjerëzimi i tjetrit, kur viktimat nuk shihen më si njerëz, por shihen si objekte, si mall, si mjete për kënaqësi, për dominim, për kontroll absolut. Në këtë rrjet pushteti që kemi parë deri më tani janë përfshirë politikan, financier, figura publike, njerëz që në sipërfaqe përfaqësonin suksesin, idealin, moralin dhe rendin, por në prapaskenjë kemi parë se është ndërtuar një realitet tjetër. Një realitet ku fëmijët, minorenët janë kthyer në viktima, ku trafikimi, abuzimi dhe praktika të paimagjinueshme për natyrën njerëzore u normalizuan brenda një elite të paprekshme. Dhe kur pushteti nuk ndëshkohet, ai kalon deri në atë kufi, aty ku njeriu sillet si zot mbi jetën e tjetrit. Ky është një diskutim mbi bashkëfaqësinë, mbi mënyrën se si njerëzit dhe rrjetet e pushtetit e mbrojnë veten dhe flijojnë ato që cilësohen si më të dobët. Është një analizë shoqërore që shpesh adhuron suksesin pa pyetur kosto njerëzore pas tij. Një shoqëri që mbyll syt përballë dhunës, përsa ku ajo ndodh larg syve tanë dhe që kryhet nga ata që kanë emër. Sot do të flasim për pushtetin si një forcë që dominon, që korrupton në masë dhe do të flasim për viktimat që për shumë kohë nuk u dëgjuan. Mbi të gjitha do të pyesim veten ku qëndron shoqëria jonë që në këto rrjete të mos jenë përjashtim, por të janë një produkt i saj. Ndërsa për të diskutuar më shumë mbi këtë çështje, sot kemi të ftuar sociologun Denis Raufi. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Ta nisim me këto dosjet e fundit të dala nga rasti Epstein e të marrim një pasqyrë më të përgjithshme mbi atë se si ka ndikuar në shoqërinë tonë. Tronditi ky rast botën, jo vetëm për krimet që kanë ndodhur, por për rrjetin e pushtetit që kanë ndodhur përreth tij dhe për të gjitha ata figura shumë me privilegje dhe me pushtet. Si e shpjegon sociologjia këtë fenomen? Siç e përmendet edhe ju në fillim, dosja Epstein ka tronditur gjithë mbar botën, meqense është një dukuri, një fenomen i cili rrallë shihet ose rrallë bëhen publike këta skema ose ky sistem i mirë organizuar. Ajo se si e shef sociologjia është duke u nisur nga parimi i parë njerëzor ose nga dokumentet e para që ne njohim që ekzistojnë në histori. Flet për mitin e të Gilgameshit, vepra e parë, dhe që aty shohim se njeriu vazhdimisht ka qenë në kërkim të pushtetit absolut. Çfarë nuk kupton pushteti absolut? Pushteti absolut është ajo që mbreti Gilgamesh vazhdimisht kërkonte të gjej pavdekësinë. Pra të mund të arrit ta mund ose ta mposh dhe vdekje. Kjo është pushteti më ekstrem ose instikti që i del njeriu në masë shumë të madhe. Pikërisht këtë gjë e shohim edhe tek ky rasti i fundit, ku shohim që njerëz të pushtetshëm, njerëz të cilët janë mbi ligjin, meqense në kohën tonë bashkëkohore, vazhdimisht ka ekzistuar kjo, por sidomos në kohën tonë bashkëkohore, vlera më e lartë që njeriu kërkon, po të pyesim, meqense mua më ka ndodhur dhe i pyes njerëzit se çka mendon se cila është vlera më e lartë, ka thënë suksesi, dhe suksesi është baras me para. Dhe pikërisht paraja, që do thotë ky njeriu i pushtetshëm, ka arritur që të mund të blej gjithë shumë institucione të ndryshme, duke përfshi dhe individ të cilët janë me një fuqi ose me një peshë të madhe, dhe të mund t'i çojë në aspektet më negative të personalitetit të tyre, që është
pjesa më e ullët që mund të bëj një individ, që është trafikimi me qenie njerëzore ose abuzimi me fëmijë të mitur. Çka ndodh me njeriu kur i arrin të gjitha ato që ka dashur? Çka ndodh me natyrën njerëzore kur ka arritur të gjitha sukseset, parat, famë, sukses? Çka më pas? Këtu shtrohet një pyetje shumë e rëndësishme antropologjike për njeriu. Ne mësojmë që në fakt njeriu përbëhet nga dy pjesë të tij. Është pjesa materiale, ose që themi personaliteti, dhe aspekti shpirtëror, ose aspekti i vlerave. Dhe gjithmonë në tradita të ndryshme, kjo gjë është përshkruar si ajo lufta ndërmjet ujkut të bardhë dhe ujkut të zi. Pra, lufta ndërmjet materiales dhe shpirtërores. Ajo që njeriu, në momentin që njeriu kërkon vetëm të plotësoj pjesën materiale. Maslow flet për disa nevoja të njeriu që janë shumë të rëndësishme, por të cilat gjitha janë materiale, dhe fillimisht flet për nevojën e mbijetesës, për sigurisë, për prestigjit social, ose njohjes shoqërore, dhe pushteti është i fundit. Dhe në momentin që i përmbush gjitha këto, prap nuk e ndjen kënaqësinë. Dhe kjo gjë detyrimisht e çon njeriu që të mund të shkojë në aspektin njerëzor të vetin. Pra, meqense instiktet, ose ndryshe Freudi thot unë i kafshëror i njeriut, ose idi ndryshe e quan kështu më akademikisht, është ajo e cila aty banojnë çdo lloj gjëje që është absurde për njeriu. Dhe në momentin që njeriu e arrin gjitha këto, ose suksesi që sot shifet, atëherë përkthehet kjo që të mund t'i plotësoj këto nevojat instiktive që janë realisht mund ta themi njerëzore ose kafshërore. Prandaj, problemi kryesor qëndron këtu. Në momentin që njeriu e haron këtë pjesën e vlerave ose shpirtërores, asnjëherë nuk do mund të gjejë rahati dhe do përpiqet që këto elemente të mund t'i plotësoj me gjëra të jashtme. Elementi më i rëndësishëm ose ajo që e mësojmë në vazhdimisht është që ajo që ne duhet të jemi mirënjohës për atë që kemi. Në momentin që ne jemi mirënjohës për këtë që kemi, vazhdimisht do kërkojmë më tepër. Dhe pangopsia ose kjo pjesa materiale e njeriut asnjëherë nuk do ngopet. Është një histori e një njeriu që shkon të atakoj një mbret dhe kërkon që të ketë pasuri. Po kërkon kështu me ngulm, të ketë shumë pasuri. Dhe një mbret i thot, do t'ja pasuri, do më thënë të mund të vraposh atë sa ke fuqi. Deri në momentin që do ndalësh, ajo do jetë pjesa jote. Atë shumë vrapon ky njeriu. Deri në momentin që vjen më nuk e përballon as trupi i tij. Dhe pëson një atak në zemër. Dhe kur shkojnë aty afër që ta atakojnë, ende kishte, si ta themi, edhe pak fuqi, dhe thot edhe një pëllëm dore. E zgjat dhe dorën dhe aty vdes. Pra, sa më shumë ne të duam të kemi nga kjo materialja, asnjëherë nuk do ndjehemi të përmbushur. Dhe meqense nuk ndjehemi të përmbushur, shkojmë dhe i bëjmë këto aktet njerëzore që ka dalë kjo dosja Epstein në pah. Nuk është se nuk kanë ekzistuar ose nuk ekzistojnë, por çështja edhe më diskutabile është bërë, meqense janë përfshirë shumë personalitete, shumë politikan me të famshëm ose personazhe nga filmat hollywoodie, këngëtarë, regjizore, shumë njerëz të famshëm, kjo e ka bë paksa më tronditse. Por në të vërtet, meqense kam dëgjuar edhe unë shumë emisione, meqense është bërë një top 10 me shumë mediave dhe shumë njerëzve, ajo që duhet të kemi parasysh është asnjëherë ne nuk do e zbulojmë të vërtetën. Meqense gjithmonë do ngelen disa të dhëna top secret. Domethënë, pavarësisht se edhe drejtësia në një farë forme dëshiron të zbuloj ose i di, nuk do zbulohen disa çështje meqense realisht krijojnë konflikte edhe ndërshtetërore dhe prishin komplet atë disbalansin shtetëror ose të konceptit të drejtave të njeriut, por gjithashtu edhe të funksionimit të ligjit.
Sigurisht edhe kemi parë sidomos edhe tendencën ku i forti e mbron të fortën, edhe është pak vështirë që të tilla raste të dalin në dritë. Pse neve si njerëz e kemi tendencën për të adhuruar aq shumë suksesin për të cilën folëm deri më tani, pa marrë parasysh ato pasojat që vijnë apo kosto njerëzore që vjen si pasojë e arritjes së këtij suksesi. Nuk i kemi parasysh të gjitha rrugët që na çojnë deri aty, qëllimi është të arrijmë aty. Pse ne e adhurojmë suksesin dhe të gjithë pa përjashtim dëshirojnë sukses ose dëshirojnë të arrijnë diçka, por ekzistojnë dy mënyra me të cilën ne i arrijmë gjërat. E para është pa bërë asgjë, duke na ofruar dikush, që është më e thjeshta, dhe tjetra është duke punuar për atë që duam ne, ose ndryshe në fjalorin ton popullor është që ta arish me djersën e ballit, me hakun, me përpjekjen tënde konkrete. Dhe çka ndodh në këtë mes? Është që gjëja më e rëndësishme që njeriu ka, ose ajo që e definon njeriu, është vetdia e tij. Kjo gjë është në dorën tonë. Dhe vetdia, si çdo gjë tjetër, i bindet ligjit të gravitetit. Ligji i gravitetit që na mëson, çdo gjë në momentin që do e lëshojmë do bjerë. Pra, tek materialja. Dhe po ta shohim edhe trupin ton fizik, që të mund të qëndrojë dikush në mënyrë të vertikalizuar do përpjekje. Dhe po të qëndrosh 1 orë, 2, maksimumi 3 dhe fillojnë të dhemin këmbët, s'duron dot dhe do t'ulesh. Pra, vetdia e ulët është më e thjeshtë, ose ajo që themi vetdia e instinkteve tona. Dhe çdo njeri adhuron këtë suksesin pa bë përpjekje. Dhe në momentin që ne e duam suksesin pa u përpjek, pa e meritu, ne do bëjmë kompromise. Kompromise me parimet tona njerëzore. Dhe kjo do na detyrojë që të mund të pranojmë shumë fenomene, shumë dukuri, të cilat do i shohim, ose edhe i shohim, për të cilat nuk reagojmë, sepse edhe ne vetë e duam në formë sa më të lehtë suksesin. Të përpiqesh do mund, do sakrificë, do lodhje. Dhe lodhja është e zauron njeriu. Dhe për këtë arsye, megjithëse ne duam gjërat e thjeshta, nuk reagojmë. Nuk kundërshtojmë. Sepse folet domethënë për këtë çështjen e pushtetit, është realisht kjo dosja që ka dalë, ky fenomeni është shinjërzor, por keni parasysh. Shpeshherë njerëzit flasin për pushteti është i rëndësishëm që të ekzistojë. Por pushtet duhet të kenë institucionet. Jo individët. Jo individët. Megjithëse nëse ne nuk do kishim pushtet ose nuk do ekzistonte pushteti i institucioneve, ne e dim se pasoja që do jetë është kaosi. Nëse ne në këtë moment nuk do kishim rregulla dhe ligje, nuk do kishim një shoqëri. Pra, vetëm një shoqëri e cila ka rregulla dhe parime dhe ligje në këtë aspekt është një shoqëri e civilizuar. Për ndryshe do vim tek ai koncepti ose ajo ndarja të cilën e bën edhe Platoni, që flet për një sistem i cili është i dhunshëm, që është tirania, që vjen si pasojë vendos më i forti. Domethënë, meqenëse un kam fuqi, domethënë vendos unë. Po kjo gjë pastaj shkakton shumë problematika të mëdha. Fatkeqësisht, ky është një fenomen i cili po na ndodh. Degradimi i sistemit. Që shohim në botë, shpeshherë zgjidhen njerëz të cilët e ushqejnë këtë mënyrë funksionimi. Tani kemi shumë lider politik, nuk dua të flas me emra, por të cilët shohim se bëjnë veprime absurde. Absurde dhe çnjerëzore, por të cilat përkrahen. Thyen çdo lloj parimi të atyre, siç e thash, të drejtave të njeriut, dhe vazhdojnë dhe përkrahen nga shumë njerëz. Meqense kemi frikë të reagojmë, kemi frikë të flasim lirshëm, sepse ai rjeti që e the, rjeti i njerëzve të pushtetshëm është shumë evident. Si në shoqërinë amerikane, por në mbar botën, gjithashtu edhe tek shoqëria jonë. Sigurisht. Sepse nëse do arrit dikush të flet atë që mendon, automatikisht do filloj të mendoj pasoja që do i vinë.
Dhe çdo lloj mekanizmi është i lidhur. Sepse ajo që thamë, çdo gjë që sot vlerësohet është pushteti ose prestigji dhe paraja. Pushteti sot është prestigji dhe para. Domethënë, një koncept i oligarkisë dhe timokracisë. Pra sa më shumë dikush kërkon tituj dhe dikush kërkon para. Dhe dikush përpiqet që të mund të krijojë nevoja të ndryshme që të mund t'i shantazhojë këto. Dhe pikërisht këtë ka bërë ky fenomen që u bë publike në Amerikë, që ka arritur të mund të t'i drejtoj si marioneta politikan, shumë njerëz të famshëm për interesa të ndryshme, që kanë të bëjnë prapë për interesa të ndryshme të plotësimit të egos materiale të individëve të caktuar. Pra pushteti, e thatë shumë mirë që është bërë për t'ju takuar institucioneve, për shkak se nëse institucionet nuk do të kishin pushtetin, rend vendet nuk do të kishin. Mirë po është më e keqja kur këto individ që janë pjesë e këtyre institucioneve keq përdorin pushtetin që duhet i takojë institucionit edhe ligjet edhe e marrin përsipër për veta dhe më pas krijohen edhe këto elitat individuale më shumë se sa të jetë pjesë e institucionit. Para se të vazhdojmë tutje do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem sërish së bashku, diskutojmë për pushtetin dhe çka i krijon pushteti natyrës njerëzore. Tani dua të flasim vazhdimisht për moralin si shoqëri. A e korrupton pushteti moralin ose thjesht nxjerr në pah atë që gjithmonë ka qenë tek një individ? Gjithmonë pushteti nuk është diçka që ne mund ta prekim. Domethënë nuk është një gjë fizike. Por pushteti është se sa ndikim ne kemi tek njerëzit e tjerë. Dhe kjo krejt varet pastaj nga mënyra me të cilën personi i cili është në një pozicion të caktuar, se sa i edukuar moralisht është. Ekzistojnë disa teori, por dy që janë më të famshme dhe gjithmonë kanë qenë në kundërshtim. Pra, është ai koncepti i relativizimit moral, që çdo gjë është e drejtë, pavarësisht, domethënë e drejta e secilit mund të jetë nga këndvështrimi i caktuar dhe të gjithë kanë të drejtë, dhe është ai universalizmi. Pra janë disa norma morale ose disa vlera morale të cilat i takojnë çdo lloj njeriu dhe çdo lloj shoqërie. Nëse personi që ka pushtet funksionon me këtë relativizim të aspekteve morale, pastaj mund të trajtoj njeriu si vegël, si mjet, që ka ndodhur në rastin konkret, për përmbushjen e egos ose instiktit të tij. Dhe është e kundërta nëse dikush realisht funksionon në disa parime që janë drejtësia, integriteti, bujaria, mirësia dhe mshuria. Sepse gjitha këto që përmenda tek ky rast nuk ekzistojnë. Dhe këto gjëra ekzistojnë atëherë kur njeriu përpiqet që t'i mbajë tek jeta e vet. Ne shohim se jeta jone e përditshme gjithmonë na ballafaqon me situatat e këtilla. Duke u nisur nga vetvetja tek familja, te rrethi shoqëror, tek punët të cilat kemi dhe tek shteti ose shoqëria ku bëjmë pjesë. Sa ne jemi të gatshëm vetë, është shumë e rëndësishme t'ja bëjmë vetes pyetje. Sa ne i respektojmë dhe sa ne jemi të moralshëm. Sepse të gjithë pa përjashtim e kemi një lloj pushteti. Dhe pushteti në vetvete nuk është as i mirë as i keq. Pushteti është ashtu siç është njeriu që e zbaton atë. Nëse një njeri nuk i ka këto vlera dhe funksionon me instiktet e tij që do të thotë gjitha këto kënaqësitë instiktive ose epshore, do arrijë që çdo njeri të mund ta deformoj, ta blej, në momentin që dikush e blen, deformon, e shtrembron, është ai i cili e shef tjetrin si objekt dhe jo si subjekt. Kurse në momentin kur dikush është realisht një njeri edukuar dhe përpiqet që të ketë vlera në jetën e vet, e kupton që ai është vetëm një subjekt dhe përballë ka një subjekt tjetër, pra një qenie, një njeri. Dhe është shumë e rëndësishme të definojmë se çfarë është njeriu. Shpeshherë ne problemi i këtyre konceptit të elitave.
në çdo sektor, në çdo sistem ne kemi elita, ekzistojnë elita dhe është shumë mirë që ekzistojnë elita. Por gjëja më e rëndësishme është të shohim elitat të cilat ekzistojnë në çdo sektor, në çdo segment të shoqërisë, a janë fillimisht njerëz. Sepse nëse si je njeri, ti mund të kesh diploma, mund të jesh një profesionist, edhe mund të jesh një bankier, mund të jesh dhe president i shtetit. Por kjo nuk të bën njeri. Kjo të bën njeri ose çnjerëzor dhe të bësh vepra çnjerëzore, siç ka ndodhur me rastin në fjalë, me këtë dosjen e famshme. Dhe fatkeqësisht kjo gjë shfaqet gjithandej në çdo shoqëri. Dhe më e keqja është kur kjo gjë mbështetet ose mbulohet nga sistemi i drejtësisë, mbulohet ose zbehet nga vetë media, kur zbehet ose përpiqet që të ulet ajo, si ta themi, kaosi ose çnjerëzillëku që është krijuar nga vetë njerëzit me atë heshtjen kolektive. Pikërisht kjo është ai elementi i pushtetit. Dhe ajo që ne duhet të kemi parasysh është që e thash edhe në fillim. Meqense ka njerëz të pushtetshëm në elita të ndryshme ose në institucione të ndryshme ta quajmë, ne si shoqëri duhet të krijojmë mekanizma kontrolluese të këtyre pozicioneve. Pra kjo të jetë një formë me të cilën ne do arrim që ta kontrollojmë këtë çnjerëzillëkun e njeriu që mund ta drejtojë një institucion ose një elitë të caktuar. Si mund të krijohen këto mekanizmat që sapo përmendet? Këto mekanizmat krijohen fillimisht duke u përpjek, sepse më pëlqen ai debati që ka nisur një kohë të gjatë në botë është mbi vlerat konservatore. Duke i edukuar që tek familja jonë se çfarë janë këto vlerat konservatore, që është familja, morali, shteti, ose familja, shoqëria, shteti. Pra që sa më shumë familje të shëndosha do kemi, që kanë besim, që kanë moral, që kanë integritet, atë shoqëri më të shëndosh do kemi dhe kjo do krijojë një shtet që është i mirëfill dhe me rregulla të duhura. Në momentin që nuk ekziston këto vlerat konservatore, pra që të mund të ruajmë atë traditën, jo traditën e normave të cilat janë realisht të prapambetura, por traditën e këtyre vlerave që fola, nuk do kemi reagim. Mënyra se si ne mund të krijojmë këto mekanizma është me reagim shoqëror. Ne shohim disa vende evropiane të cilat nuk është, domethënë, po ta shohësh Amerika me Europën ndallon në disa segmente. Dhe kjo ka të bëjë me sistemin që ekziston nëpër këto shtete. Kryesisht ky sistemi i cili është kapitalist dhe të drejtat individuale dhe secilit mund të bëjë çfarë të dojë, nuk është shumë produktive për një shoqëri të shëndosh. Kjo gjë krijon këto monstruozitetet në shoqëri. Mënyra më e mirë se si ne mund të krijojmë mekanizma në sektorët në të cilët përballemi në përditshmërinë tonë është duke mos qenë indiferent. Indiferenca si shoqëri krijon këto mungesën e këtyre mekanizmave. Ndoshta ndikimi jonë nuk është i madh dhe një gjë që duhet të kemi parasysh, asnjë gjë nuk ndryshon aty për aty. Gjërat e rëndësishme nuk ndryshojnë me revolucion. Pra me thjesht një reagim dhe kaq, por duhet një reagim i vazhdueshëm. Ndoshta mund të jetë i vogël, por i pandalshëm. Asnjëherë mos të pranojmë të bëjmë kompromise me disa gjëra që janë jashta njerëzores. Unë besoj se nëse secili nga ne do filloj të reagoj, gjërat do ndryshojnë. Por kjo thellë nis nga edukimi i çdo njeriu. Dhe kryesisht përgjegjësinë më të madhe këtu e kanë institucionet edukuese, por gjithashtu dhe tani vetë shtetit
se një problem tjetër që ka dalë tani, shpesh ne themi mënyra se si krijohen ose zgjedhjet. Jo vetëm tek shoqëria jonë, po edhe në botë. Jemi shndruar në një shoqëri që ne thjesht votojmë dhe nuk zgjedhim në të vërtetë. Kush e përcakton? A jemi ne me të vërtetë që i zgjedhim ata ose zgjidhen në forma të ndryshme? Çfarë do të thotë zgjidhen? Mund të ketë shumë njerëz të edukuar të mirë që nuk i njeh askush. Sepse njerëzit të cilët janë si Jeffrey Epstein, që ka pare, ka ndikim në media, ka ndikim në fusha të ndryshme, blen gjithçka, blen dhe ndikimin, imponimi. Pra, duhet të kemi parasysh çdo gjë që ne shohim, çdo gjë që ne konsumojmë është një lloj imponimi që na vjen nga jashtë. Dhe për këtë duhet një vetëdijsim shumë i rëndësishëm i çdo njeriu që të dim çfarë është imponimi i duhur dhe çfarë është një imponim i cili shkatron vlerat njerëzore. Nëse kemi pushtetin para syve, i kemi mbaruar pjesën e edukimit, vetëdijsimit, jemi okay me veten, mendojmë se jemi të gatshëm, i kemi pushtetin përpara, sa është e vështirë të mos joshesh edhe ti thuash jo të gjithë këtyre gjërave që vinë si pasojë e pushtetit, asaj ndjenjes së paprekshmërisë, pandëshkueshmërisë që vjen bashkë me pushtetin? Është shumë e vështirë. Shpeshherë se tani ta kthej në anën e kundër, është shumë e thjeshtë dhe thush unë shifes çfarë ka bërë ky. Si e ka keq përdor një institucion ose një fuqi, një pushtet, çfarë do qoftë ajo. Thjesht do t'ja bëjmë vetes pyetje, nëse unë do isha në atë pozicion si do kisha vepruar. Është shumë e lehtë të thuash se nuk më intereson diçka kur nuk e posedon. Shpeshherë shohim që kryesisht njerëzit ose të ndodh tek politikanë të ndryshëm nëpër shekuj të ndryshëm gjithmonë kanë thënë që unë do e bëj ndryshe dhe ka vazhdu në po të njëjtën formë. Sepse në momentin që e ke pushtetin, siç ka thënë dhe Luigi, unë jam shteti, pra kjo është egoja e fryr, ose atë që ta jep pushtetit, ta fryn egon dhe mendon se je mbi gjithçka. Rregullat dhe ligjet janë okay, por nuk më prekin mua. Edhe për këtë duhet me vite që ne si shoqëri të mund të punojmë, të mund të edukojmë, të mund të edukohemi fillimisht, duke i respektuar vetë rregullat dhe duke kriju rregulla të cilat do respektohen nga të gjithë. Sepse këtu dalim ka shumë njerëz që flasin për lirinë fenomenale. Liria fenomenale është e dëmshme. Pikërisht liria fenomenale çon në këto veprime, pra liria e xhunglës. Njeriu duhet të funksionojë në lirinë e bazuar në rregulla. Ndoshta ndonjë rregull ose ligj nuk është shumë i mirë, por të paktën është një ligj dhe ka mekanizma konkret të cilat na definojnë se si ne të shkojmë tutje. Dhe synimi ose aspekti më i rëndësishëm është çfarë nënkuptojmë me tutje. Me tutje do të thotë që të mund të mësohemi, të bazohemi ose të funksionojmë në bazë të ose të japim rëndësi më shumë vërtetshmërisë si njerëz. A pse arritja e gjithçkaje materiale shpesh çon në sjelljeve të shkatërruese ose veprime të tilla që kemi parë që duken se janë jashtë natyrës njerëzore? A ndoshta pse nuk dim të ballafaqohemi me gjithçka, të kemi gjithçka? Ajo që thash, njeriu ka dy fuqi brenda vetes. Vetë bota është dualiste. Pra përbën nga energjia toksore dhe qiellore ose shpirtërore. Dhe çfarë do lloj kërkimi material, asnjëherë nuk do na bëj të lumtur. Sado famë, sado pare, çfarë do qoftë. Rahatin shpirtërore ose qetësinë shpirtërore nuk do e gjejmë. Ndoshta për atë dhe vinë ato sjelljet vetë shkatëruese ose dëmi që u bëhet të tjerëve. Sa më shumë ne të shkojmë tek materiali, aq më në lum do na fus. Çfarë do thotë në lum? Në baltë. Synimi është ne të dalim nga balta, është një lule lotusi që quhet. Ajo lind në baltë, në ujë është, lind në baltë, kërcedhin e ka në ujë dhe pastaj hap lulen jashtë dhe kthehet nga dielli.
që do të thotë nga drita, nga e dishmja, nga e virtytshmja. Gjithë pa përjashtim jemi qenje materiale. Synimi jonë në këtë jetë është, okay, pyesim cili është kuptimi i jetës. Shpesh herë njerëzit nuk ja bëjnë vetes këtë pyetje. Cili është kuptimi i jetës time? Çfarë unë dua të arri? Dhe nëse ne ja bëjmë vetes këtë pyetje dhe do të themi të arri një kështu, një rok më të mirë, famë më të madhe, gjitha këto, dhe çka? Kur i arrin, nuk e di atë ka ndodhur personalisht, por unë kam pa njerëz edhe vetëm ka ndodhur, kam dashur diçka të arri. Në momentin që e kam arritur atë, kam dashur diçka tjetër. Shpeshherë thuhet duhet të jemi mirënjohës për atë që kemi. Mirënjohës i hapim syt në mëngjes. Mirënjohës për gjërat, njerëzit që kemi rreth e rrotull. Vetëm në momentin kur smuret dikush thotë nuk dua asgjë, vetëm të shorohem. Kjo është, pra, njeriu për nga natyra njerëzore është i pangopur, për nga aspekti ose ajo fryma shpirtërore që ka, plotësohet me atë që ka dhe përpiqet të jetë si drita e diellit, të ofrojë sa më shumë. Sepse sa më shumë ne ofrojmë, aq më shumë përmbushemi. Sa më shumë duam të marrim do të plotësojmë instinktet tona, aq më shumë të varfër ndjehemi. Folëm pak më herët për këtë natyrën kapitaliste që e kemi në shoqërinë tonë. Çfarë roli luan pasuria ekstreme në prishjen e vlerave shoqërore? Flasim për pasuri masive. Nuk është vetëm tek ideja e paras, por është kapitalizmi në vetvete mban këtë konceptin e individualizmit. Domethënë, por individualizmit jo në aspektin që unë të njoh vlerat e mia individuale dhe t'i ofroj në shoqëri, por unë të arri, domethënë, të bëhem dikushi dhe të bëhem është ajo të kem sa më shumë pushtet. Dhe gjithë të tjerët pak rëndësi ka, po unë të arri. Domethënë, shpeshherë është si ka ndodhur në histori njerëz të cilët kanë dashur shumë gjëra të bëjnë vetë, po kur i kanë arritur nuk nuk ndjen të plot sepse janë vetë. E mira është ajo e cila shpërndahet me të tjerët. Nëse nuk ke me kë e shpërndan, për këtë ky koncepti social, shoqëror, e dehumanizon njeriu. Për këtë, një nga elementet e kapitalizmit të shfrenuar na krijon shumë probleme të cilat bëhemi shumë vetjak. Për këtë, ajo që ne duhet të bëjmë është ta gjejmë një mes. Ta gjejmë një mes i cili gjithmonë dy ekstremet janë kapitalizmi ose socializmi ose komunizmi. Asnjëra nga këto është thjesht të gjejmë një mes, që edhe të jemi individual, domethënë të përkujdesemi për veten, të mund të edukohemi, por gjithashtu edhe të jemi pjesë e shoqërisë, të mund të kontribuojmë në shoqëri, ose gjërat që ne mësojmë të mund t'i ofrojmë tek të tjerët. Sepse kjo është njeriu, edhe merr dhe jep. Nuk mund në momentin që i mban vetëm tek vetja, është sigur ai pellgu, lumi që rrjedh, pra ujin që e merr dhe e çon tutje është edhe i pishëm. Kurse pellgu është ajo e cila e vendos një bllokim dhe është ujë i helmuar dhe nuk asnjë gjallëz nuk jeton aty. Dhe shpesh kur njeriu i bllokon vetes dhe mendon se është më i fuqishëm ose më e keqja është unë jam dhe vetë Zoti, ndodhin gjithë këto kafshëri që mund t'i shohim në shoqërinë botërore, por fatkeqësisht në përmasa pak më të vogla ekzistojnë në çdo shoqëri që ne njohim. Do të shkëputëm edhe njerë shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për pjesën tonë të fundit. U rikthyem në studio për pjesën tonë të fundit, edhe pak minuta në ndaj nga fundi kësaj bisede, dua të di pse shumica e njerëzve me pushtet humbin ndjeshmërinë ndaj të tjereve kur e kanë të gjithë pushtetin edhe të them në thojza të mira që vinë me pushtetin, edhe çka ndodh me identitetin e shumë viktimave që kemi parë jo vetëm në këtë rast, por edhe në shumë raste të tjera kur janë përballë këtyre figurave me pushtet edhe fuqi të madhe. Është ajo se njerëzit me pushtet që kanë shumë pasuri dhe jetojnë një jetë luksi ta them, është se shkëputen nga realiteti i shumicës së shoqërisë. Megjithëse për këtë themi elita, pra është një grup njerëzish që
shumë pak bie në kontakt me realitetin e vërtet shoqëror që jeton shumica e njerëzve. Dhe kjo gjë i bën që të mund të humbin kuptimin se si jetojnë shumica e njerëzve. Meqense jetojnë ose jepen totalisht tek ajo e tyrja, që është një lloj pangopsie materiale, shohin çdo gjë tjetër që është dytësore. Dhe kjo gjë fatkeqësisht i bën që të mund të shohin edhe të tjerët si objekt. Dhe kryesisht në këtë rast është që shumë njerëz, fëmijë të mitur, vajza të mitura, por edhe djem të mitur, janë shndruar në objekt për plotësimin e kënaqësive absurde ose njerëzore të tyre. Dhe kjo gjë i ka bërë që të mund të humbin atë ndjesinë njerëzore. Shpeshherë kjo arrihet pastaj meqense kur dikush bën një jetë të tillë, nuk është thjesht efekti i vetëdijshëm njerëzor, por këtu fillojnë të merren drogra, alkool edhe shumë gjëra të tjera që bëjnë të humbasin atë sensin e realitetit se janë njerëz dhe e konsiderojnë veten që janë më lart mbi të gjithë. Dhe fatkeqësisht shumë nga këto jetesat të cilën e bëjnë dhe ose drograt që përdorin e bëjnë këtë uljen e vetdijes dhe mos të kenë shumë empati për njerëzit, por që të mund t'i shohin thjesht si numra, fatkeqësisht. Dhe më pas çka ndodh me identitetin e viktimës, shumë shkurt për shkak se nuk kemi edhe shumë kohë. Fatkeqësisht gjithmonë këtu viktima edhe shoqëria fillon ta gjykojë. Dhe identiteti i saj mbetet, domethënë në fakt mbetet njeri pa identitet. Dhe nuk i jepet rëndësi, nuk i jepet kohë për dhimbjen që ka përjetuar, për gjithat shnjerzillëk që e ka përjetuar tek vetja e vet, dhe ngelen raste anonime, fatkeqësisht, dhe nuk është se e marrin, sepse asnjë gjë nuk mund ta plotësoj atë që kanë përjetuar. Çfarë do lloj dëmshpërblimi që të japin, nuk mund ta plotësojnë dhimbjen që kanë përjetuar viktima. Traumën. Po. Të falenderoj shumë për këtë bisedë, faleminderit për kohën që ndave të ishe sot me ne. Faleminderit edhe ty.